Sot mami Sofia ka nevojë për ne. Siç e dini, Sofia është emër imagjinar që përfshin gjitha mamat që kanë këtë vështirësi. Mami Sofia ka një adoleshente që nuk e dëgjon sa fillon të flasi Sofia, pra mami, vajza largohet. Mami Sofia shqetësohet sepse nuk e di çfarë po ndodh. Nuk e di se çfarë ka nevojë vajza, nuk e din se apo shkon rrugën e gabume, edhe ka nevojë me kuptu, është shumë e shqetësuar për këtë indiferencë të vajzës. Këtë myllje e qujon ky muri që vendosin në adoleshencë. Tani mami Sofia ka nevojë për gjitha ne. Po të ishe ti në këtë situatë, si do veproje, shkruaje këtu. Mirë dita, ja ku jemi edhe sot këtu për të shiku këshillat që ju i keni dhënë mamit Sofia, edhe të shohim pak bashkë se si mund të perfeksionojmë disa sjellje, perfeksionojmë fjalë e madhe, por si mund të ndikoj sjellja jon tek fëmia, tek vajza në këtë rast, tek vajza adoleshente, por edhe tek djemt. Atëherë do lexoj këshillat e juaja, sepse keni dhënë disa këshilla, do marr dy më kryesore që përmbledhin pak të gjitha, edhe ti shohim bashkë, okay? Një mami, dikush për ju, ka këshillu me durim e qetësi. Pra, çai këshillon mami Sofia, durim e qetësi. Me durim e qetësi zgjidhet çdo gjë. Sidomos kur bëhet fjalë për adoleshenta. Shumë e vërtet, sepse po nuk patë durim e qetësi, do të thënë durimi e qetësia është baza. Kështu që pa durim e pa qetësi, je i hupur që në princip, që pa fillu gara. Kështu që durimi e qetësia janë ato aftësi që duhet me zhvillu, duhet me i pas, ne i kena, po duhet me i zhvillu, edhe duhet me kuptu se si me i përdor me një fëmijë adoleshent, okay? Shpesh herë njerëzit në përgjithësi e konsiderojnë durimin sikur jam pasiv. Okay, duhet me pas kujdes, sepse ka durim pasiv, edhe unë heku dorë s'baj si gjë, sepse për nushe nuk e di qa ndodh, ose ka durim ku unë marrë qëndrimin tem, di lëvizjet që duhet me ba me një adoleshent, di se si mund të flas në ato momente që flas, di se si ta dëgjoj në ato momente që flet fëmia, të rast vajza, po adoleshenti, do me thonë, edhe ky është pra janë dy tipe durimesh. Ky i dyti normalisht ka më sens, sepse durimi pasiv e keni parasysh ato persona që thonë po durojmë qa me bëhet ka jeta, i durumi i fitumi, edhe i shef zakonisht unë ka rastis shumë me gratë shqiptare që i du shumë, po që nuk mund t'i duroj kur rrinë durim pasiv, okay? Sepse i di që kanë potencial, edhe i shof që janë durim pasiv, që duhet durim jash, i durumi i fitumi. Nuk qënë kun kjo, qënë me një jetu, t'i ban një jetë ku ke durim, ku ke marrëdhënie normalisht jo të shprehuna, jo të jetume, sepse marrëdhënia duhet mu jetu. Durimi përdoret në disa momente, po jo ta njëtën, ti nuk mundesh duhet me pas kujdes që durimi mos me kalu në atë anestezin. Sepse ka herë ne durohna, do të thonë durojmë edhe kalojmë e ngurtësohna, bëhna si ta anestetizum, edhe nuk mundena ma me lviz sepse kena duruat shumë, sa ma ka prujtu edhe kam shpërthy. Ky nuk është durimi i duhur. Normalisht personi që ka komentu besoj që e ka për durimin e dytë, sepse duhet me pas durim, sepse është një fazë edhe e dim gjithë, është një fazë adoleshenca, nuk zgjat gjithmonë, kështu që duhet durim, me siguri edhe qetësi. Por, si që thasht, kena
duhet me pas gjithmonë parasysh në këtë durim me qetësi, duhet me pas parasysh që ne mundena me animu fëmin. Okej, sepse kur ne kena durim me qetësi, duket sikur, ta marrin kontrollin unë të paktën e ai bën çfarë dojnë. Por ne duhet me pas parasysh që kena fuqi dhe mundena me animu fëmin. Lejo pak sekonda me ba një ndërhymje për gjithë ato persona që janë të interesuar me shku ma thellë në prindërim, që me arrit me jetu një prindërim sa ma qejtë, që me arrit me kuptu sa ma shumë fëmin edhe veten. Atëherë për gjithë ju që jeni të interesuar për kursin prindërimi që do doja, nëse po shikon këtë video nga YouTube, këtu poshtë diku do la linkun për kursin prindërimi që do doja, dhe aty ke gjitha informacionet e kursit, nga aty ke mundësin edhe me më kontaktu, sepse dikun aty do shikosh që ashtë edhe kontakti për me shkrujt edhe me vazhdu regjistrimin, me përfundu regjistrimin. Dhe nëse po shikon këtë video nga Instagrami apo Facebooku, mund të më shkruash mesazh dhe ne do të dërgojmë linkun e kursit me gjitha informacionet që kanë të bëjnë me kursin dhe se si mund të regjistrohesh. Nëse do në thjesht një këshill, atëherë të ftoj me ba subscribe në YouTube, me aktivizu ato zile që janë tek profili në Instagram djatha si për diku tek profili jem, mënyrë që me të ardhë mesazhi apo njoftimi sa herë të postojmë diçka, sepse aty japim këshilla pa fund, edhe që vlejnë për gjithë. Prandaj, nëse jeni të interesuar, prindërimi që do doja gjeni edhe në link në bio në Instagram, edhe gjithandej apo gjej një mënyrë me na gjejt, me na kontaktu, në mënyrë që të jesh pjesë e këtij kursi të jashtëzakonshëm. Muna me animu edhe muna me e ba me nxjerr pa më të mire, me e vetëdijsu, me e ba lider të vetes, edhe ndoshta edhe pse jo edhe të shoqënisë ti. Këto do të pas parasysh, Sepse mundena, sepse e kena këtë fuqi. I kena të në aftësit i kena. Thjesht duhet me, normalisht me marrë informacionet e duhuna, me i zbulu ato aftësi, me pasë si me i përdor, etj. Besoj që për këtë këshill të jashtëzakonshme, thesar, dori me qetësi, absolutisht po. Komenti tjetër, pra këshilla tjetër, duhet me pranu vendimin e saj, që ose s'do me fol, e pranon që s'do me fol, ciao. Mami mund të organizoj me dalë vetëm me vajzën. Normalisht, personën që ka komentu këtë, edhe prej dallohet që ka kënë pjesë e kurseve të mia. Duhet gjithmonë me respektu vendimin e fëmis kur s'don me fol, sepse nuk mund ta bashkëzor me siguri. Edhe idealja është me kriju momente, jo në atë moment që është në nerva, në ato hormonet e vet, apo jashtë në kulmin e nervozitetit, se kush e di çka ka jetu në shkollë, apo kush e di se është. E jo në ato momente, po mundesh me përdor momente tjera, me ftu me kalu kohën me të. Pa një synim të caktuar, thjesht me kalu kohën me të, me një gjuhë. Jo me babe shku me kalu kohën me të që me hi aty në modalitet, duhet se s'ban me ba diçka. Me nejt me ty, ko kualitet, sepse je fëmija jem. Je një periull shumë vështira dhe unë jam të e vujt shumë, S'kena nevojë me thanë, duhet thjesht me marrë vetë dijen që është një moment i shtirë për ty e për mu, e dona me dalë, me ba një gjyrë me blejnë një bluzë 5 euroshe, 5.000 lekëshe. Pra me ba diqa banar, me shku me marrë një akullor, me shku me ba një shëtitje, me shku me pa të sheshe i diçka që është të nollë. Këtë diçka normalisht, diçka që i intereson fëmis, por me gjejt momentin e duhen kur me ja kërku, edhe me i thonë që kisha da shumë me dalë me ty edhe me pa këtë gjatë. Nërë që të kuptojnë që ne nuk jenë aty vetëm për me gjyku, jenë aty edhe për me i ba me kuptu fëmis që unë jam. Jenë të si unë jam, edhe nuk jam as mësusi jot, as nuk jam mental coach jot, as nuk jam counselor jot, as psikologu. Unë jam, edhe jam tana format. Pra, qatë ishte nevojti, unë jam. Edhe si komunikohet kjo unë jam, darë me ty edhe kur ti flet, unë të shof, edhe të një gjoj.
pa të studiu, pa pas qëllimin, qa me i thonë të shpak të një gjoj edhe të kuptoj. Gati ve veten në vend tanin edhe provaj ato sensacionet si ashtë me kanë adoleshente. Edhe me i thonë të kuptoj. Ka i herë janë disa gjana krejt banale, që mundena me ba me fëmijët adoleshenta. Thjesht kur ata kanë perceptojnë gjykimin, gjykimin ndaj tyne apo ndaj veprimeve tyne apo ndaj personave me cilë shoqëtohen, sepse edhe kjo është temë tjetër, sepse ne kena frikë që fëmija shoqëtohet me keni parasysh Shqipëri thojnë, Shqipëri e kudo, ndikosh për i shoqë, nuk ishte i keq, po e ka bat keq shoqëria. Keni parasysh të, unë e di që ti nuk je e keqe, por janë tjertë këqi që të bajnë të keqe edhe ty edhe që munen me ndiku të ti, sepse e di që ti nuk je e keqe. Normalisht edhe këtu duhet me pas shumë kujdes edhe nuk duhet kur me gjyku as shoqërinë e tyre. Sepse fëmijët edhe adoleshenta që s'janë ma fëmijë, janë të rritun tashma, nuk e pëlqejnë kur ne i gjykojmë shoqërinë e tyre. Kështu që duhet me pas shumë kujdes edhe në këtë aspekt. Lejo pak primeve që kena bën fëminit hershme. Nuk e harroj kur një shprehje që kam marrë para disa vitesh në lidhje me adoleshentat, edhe që ishte ajo që ne bajmë me fëmijët në fëminit hershme, na vjen fatura në adoleshencë. Kështu që punoni mirë me fëmijët kur janë fëminit hershme, edhe mos pritni adoleshencën për me punu me fëmijët, por veproni tani, sepse në adoleshencë vjen fatura, edhe kur vjen fatura, kena me pagu, duhet me gjetë një zgjidhje, sepse për ndryshe, ai fëmijë ka me vujt, ka me ba ndoshta keq vetes edhe tjerë. Kështu që gjithë person nuk ka adoleshentat qi. Këtu duhet me hek prej nuk ka as adoleshentat këqi, as nuk ka prind këqi. Kështu që sensi i fajit, zero. Nuk do të një shprej një hoxhë që i famshëm. Stresit zero. Kështu që për te kësaj batute, nuk kena pse mu shqetësu apo me pas sens fajit, thjesht duhet me marrë ato, me marrë përgjithësinë, me thonë, qa mune me baun, si mune me komuniku me fëmijën tem adoleshent, apo me fëmijë ma të vogël në mënyrë që të jetë mund ma qetë, edhe të ketë një fëmini të luptur e të qetë, të jetë një fëmini naturale, sepse adoleshenca është me shkapetje dyrsh, apo është me hormone, nuk munda me ullë hormonet, por mundena me elan në mënyrë naturale me shku, me rjellë, dhe mos me sforcua si gjo. Sepse kur ne sforcojmë, si që thash ma përpara, një person arrin me i ba keq edhe vetës edhe tjerëve pastaj në adoleshencën, që se i ka gjona të sforcume. Edhe nuk ka të bajnë me prini keq, prini mirë. Kena shumë kujdes me këtë. Apo adoleshenti keq, adoleshenti mirë. Janë tani soj. Thjesht duhet me kuptu që, atëherë unë pas kam potencial, unë mune me i folë nëryshe, unë mune mu sjallë me të nëryshe, a i munet me folë nëryshe, a i munet mu sjallë nëryshe, edhe me gjithë ekuilibrin tuj e të familjes tuj. Sepse munena, sepse janë aftësi që i kanë tanë e që i kanë zhvillu tanë edhe të ja fillu prej të unë. Ju përshnes e shihna video tjera.